sagë tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. E prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Përshëndetje gjithëve, përshëndetje për krejt ju që po vazhdoni me shoqëru me frekuencën tonë 88.6. Jeni me mua Fionën dhe Cimin, edhe 102 FM Sarova dhe frekuencën e Ferizajt. Përshëndetje për krejt juve. Uroj që ka qenë dita e mirë deri më tash. Për 2 orë si çdo ditë tjetër kena me qenë bashkë me edicionin më të ri të Drive Me Crazy. Edhe sot e kemi një tim tjetër. Edhe sot jam me kolegun tim më të ri. Jemi kombinu sot për çudi. Po pra e kështu mbon. Me nisë me zez nuk është shumë zor me aqëllu se zakonisht është gjyra që na shkru po s'pe pranojna. Edhe jo e vrejta që s'di sot ditë me radhë, përveç një ditë që pata diçka të kaft, jem të uvesh me të zeza. Po, nuk e di pse. Ani s'ka lidhje, është një gjyrë e mirë. Kish zezë, joni se domethënë me zezën jam dushku. Ani s'ka lidhje. Është ajo po, kjo është treguesi që jetu pritu pak me u marr pak me garderobën, është ky tranzicioni pran ver vjesht para dite, mas dite ver, domethënë ze, hajt ma mirë ma let. E ti? Unë qashtu veç ushtu më vjen, domethënë që shona më nxest e gjajt parën, hajde u kry. Zakonisht shkon me ngjyra të vjeshtës të besh. Edhe Minimaxi qysh po na bën, qashtu po thotë qysh kjo e mirë e re, na pe marrim edhe pe veshim, kështu që na nuk ja frishim aty ne. Juve që jeni në komunikacion këto momente mos harroni me na tregu foto, me na tregu se ku janë pjesët më të ngarkuara. Ku ka më shumë kolon, mundeni me na tregu duke na tregu foto në 049978 Njëjti numër mundeni me thirr edhe me u përgjigj për temën e ditës së sotme, për pyetjen që kena bo, e që presim përgjigje nga ju. 3 gjëra që vlerësoni tek njerëzit. Cilat janë ato 3 gjëra që i vlerësoni te një njeri, që thoni, ashtu 3 gjëra e ka të mira, edhe që ju bën për veti, kështu që mundeni me na tregu veç fillimisht e kena ose shok, ose koleg, ose shoqë, ose partner, ose këngëtare, ose po romantike. Një këngëtare thot një intervistë dhe thot diçka që të pëlqen. Ka diçka që të pëlqen për veti. Nështë ta gjithmonë s'ka pëlqy, po kur e dëgjon të fol për diçka thu, që kjo është ai. Që kjo është ai. Kjo është Noizi, dashnike ra nga, edhe po e dëgjojmë këtë këngë, pastaj po ju presim me telefonata te juaja në 049978 Mirë se erdhët. Unë keshë të me këngën shumë e ka bedin o për 2 kolona, do me thonë. Po, do me thonë, atëre që ashtu ka, pa e pos për 2 kolona, kanë thonë, ja, bëse marëm si pas kanë thonë me hongër. A nështa me lidhë 2 herë ka logaritë. Jo, mi lidhë 2 kolona, një mas një me kop. Nëse na thirë, dikush na kalzon këtë farë në A gjarje. ka pos fjallin për njeri, a për që ka? Për njeri. Ju që jeni në përvetura, mos harroni çaklavis në të 2 anë të rrugës, euro dizelën dhe benzinën e keni vetëm 1.13 për litër. Mirë po Petrol Company në Klin. Çka ka ndodhur në Klin? Është pika më e re atje në Klin, edhe ka super oferta. Mundesh me mush makinën me 30 euro dhe merr një kafe gratis, ose nëse blen hamburger, pizza, sandwich, tortill, tjetrën e merr gratis. Domethënë shkon vet, i thua ma një pizza, i thap edhe një pizza, i thu dikujt na se ulu bashkë me mua. Ja për shoqen. Po pra, kështu që vizitoni edhe Petrol Company në Klin, pikën ma 3 në Klin. E kemi telefonatën një po Viber ka thiri pare. Nesëm po ju uroj shumë sukses e petrolit edhe atje. Është një arritje shumë e madhe që edhe qytetarët e Klinës me pas mundësi me furnizu prej derivateve të lira me çmime shqysilve të petrolli. Alo, përshëndetje telefonata. Unë jam Qazimi. Hajde Qazim, përshëndetje. Përshëndetje. Çka të pëlqen tek njerëzit, Qazim? 3 gjëra që i vlerëson ose të pëlqejnë tek njerëzit? Pëlqen kultura. Kultura, po? Na qyri entrepreneur 2. Po, dhe 3? E 3 nuk e di. Nuk e di. Okej, 2. Po e lojna me 2. Faleminderit Qazim, përshëndesim, ditë mbar. Ju që jeni në komunikacion, ju tregojmë se ka kolon qasja për të krethi duplex nga rrethi ambasadës. Kolon e gjatë është për ata që po vinë nga Fushë Kosova në drejtim të Prishtinës. Pra është me kolon nga dalja e Fushë Kosovës tutje deri tek rrethi aty tek zona industriale. Qasja për me dal në
Veternik nga autostrada me kolon dhe dalja autostradës në fushë Kosovë me kolon gjatë. Pastaj kolon gjatë keni edhe për mjuqas rrethit Çaglavicës. Këtu janë informatat e para që kanë arrit në 049 978 978. Alo, përshëndetje, telefonata. Po, faleminderit shumë. Për ndryshe, për me na telefonu në emision se pesho që po ka njëre adin, këse që na thirin plus nesër dita Evropës, a ne kënej kina me prit ma shumë se që janë shkolla. Pushim nesër. Kujdes, kjo emision është vish për ata që janë më të rritur se 18 vjetë për mi u përgjigj pyetjeve tona, me na përcjell po se na sfolin kur gjo keq. Po, vesh, apo kuptoj, me na telefonu, kish me qenë mirë, me na kursy. Alo, përshëndetje. Kjo është ajo telefonata që na thirrë me na kallëzu shqiponi u mirë gjë. Alo. Në shtave dosni dhe felitesh. Se pasha pas shef me fjalë. Nëse shumë kisha pas shef me fjalë. Kjo telefonat. Se unë po të krijon stres. Ti që e zhurma që ajo. Ai ngove nëse. Jo, kështë të bëni foto të një këngëtarit tim, janë foto të u gjeneruar me inteligjencën artificiale, domethënë komplet tjetër fytyrë, komplet tjetër njeri, edhe po I përdorin këto foto për rrjetet sociale, me uru ose me shkruaj diçka për ta, domethënë nuk po njihet kush është. Pa e lexuar emrin. Jem bo pak këto si artistet që po grimohen edhe po mirët vesh kush është. Okej. E pas kanë qitë një foto të Xhesit për shembull, që pas ka ditëlindjen zot, po unë nuk po e njoh. Çka e du thon? Foto nuk po e njoh, është tjetër kush. Është me Xhestin spenjete. Është me inteligjencë artificiale e ripërpunuar me foto dhe nuk po njihet. Ja bën ndreshja si fytyrën, ma ka bën me ditë se një shavete, no. Me filter është diçka tjetër, po me ndru komplet fytyrën është diçka tjetër, kështu që I kisha lut njerëzit, mediat e portalet ju lutem nëse shkruni për arsimin, le të jetë fytyra e arsimit, e jo fytyra e arsimit e kombinuar me naj çfarë di unë. A? A kisha pas shef? Unë s'kisha pas shef, më thonë që shem qështu. Foton, heq mos ma prekni për foton, heq qështu që shem. Unë e provojsha me bo një foto profesionale me inteligjencë artificiale, të më thonë krejt jashtë. Nuk isha unë ajo. Ma bo një fjora edhe nuk muj me shfryzuat foto për asnjë arsye. A për njerë qëto se njofsha. Pa kolege ki thash, ja, qëta kolege se ka? Jo, po të arse ki qasjen me e bo një foto të tillë, nuk I nevoj pa tjetër me bo. Na ka dërgu një përshëndetje një miki Glam Radios, është DJ Kabo. Ti, se kom ato me shtu. Përshëndesim shumë edhe përshofim edhe po shpresojmë që mu pa në këtë vetë, na shta e kena prapë në Sanel, mu se kena prapë në Sanel, s'na kalza. Alo, përshëndetje. Sa ka ekskluzivitete me neve, kështu që po presim. Përshëndetje, more. Përshëndetje, si kalon? Mirë gjithmonë me juve. Qyshe ke pas ditën? Të shkërqyje shumë. 3 gjëra që I vlerëzon tek njerëzit ti. Burnia, dorë do me thonë me dhomë. Do me thonë që kjo burnia, që ka përfshin që kjo burnia, se tash burnia është për me qenë është I vërtet, I drejt, I sjellshëm. Po që do 3 sene thume edhe u kry. Neshe. Okej, e dyta me qenë dorë shlirë, do me thonë me qenë njeri që nuk është asi kopraci, po, edhe e treta edhe këshillat me indigjue. Do më thonë ty të pëlqen një njeri I cili I dëgjon, se kur po flasim për njerëz, po flasim për 2 gjinit. Kështu që mos na kesh kuptoni, që ata tash që në kupton burnia, se mundet me qenë edhe një vajzë ose një djalë që ti e vlerëson se I ka 3 virtyte shumë të mira. Faleminderit që na ke telefonu. Pa mor parasysh që ke që ajo puna e kolonave se ja, për kolona Çefiona. Pse kanë thonë du të me pas belin për 2 kolona, që ashtu do më thonë një këshira? Për 2 kolona. Po. Për çka? Çka? E ka shtatin e gjon, e ka shtatin e gjatë e I bien 2 kolona. Si Jenniferit, okej. Për zgjoni a për zgjati, Batir? Për zgjoni, 2 kolona për zgjoni, para me na. Okej, faleminderit Batir, po të përshëndesim shumë, kalofsh mirë. Po e dina na vishja patum qaf kështu se. Po e dina na. I kam vlerësuar se këtu në herë. Na tash po bojna na çmos po bojna me për gjys kolloni, po. E kish marr arsimin I nuse, po e kish belin për 2 kollona, a din kish shumë e mirë.
Nese, unë me gjyse ku marra më gatit e dy, jo të e shuq dash. Se gjujnë u i rëgove të gjuj. Përshëndes. Se ujin nuk e gjuj asë njerë. Së të mos këtë paketimin qëre sa i bukur që 0.75 e mora sët. Pas ke goditi me këto ma... Ty që se edhe po besoj që është jo mjaftueshëm, po deri diku mjaftueshëm ditë. Okej, po më pëlqen shumë, po më pëlqen, po, tepër. Alo, përshëndetje. Që Viber? Yes. Alo. Spja foli qatë. Përshëndetje, kush telefonon? Seferi. Hajde, Sefer, si je? Mirë, ju që sheni? Mirë, faleminderit. Ti si je? Edhe unë mirë. Mirë. Cilat janë 3 gjërat që i vlerëson më shumë të njerëzit, Sefer? Sinceriteti, Po, lojaliteti, apo besnikëria, ta themi shqip. po, besnikëria që aja i vjen. Dhe, Alloj, tretën, hajde, se s'është zor diçka me bo një listë me 3 gjëra që vlerëson tek njerëzit. Besnikëria, sinqeriteti dhe edhe menquria. mençuria. Po, Okej, faleminderit shumë. ju përshëndes. Faleminderit Sefer, përshëndesim. Kështu mendusim, jo çdo person është i mençur, a? Jo çdo kush e ka. Po deputash atë kapacitetin për me qenë shumë i mençur. Është i mençur, as është i mençur se Ai që është shumë i mençur, po shumë karizmatik, është shumë simpatik, me është. qenë fani. Po. Tap edhe me të A është qysh. për mos mu vlerësu? Po jo. Isha tu e mendu kështu. Besa vlerësohet shumë ajo puna, din. Edhe u Se- pa edhe që mos i vish po. kem tu fol për gjestin. Për djalin se ka qenë me energji, ka qenë shumë karizmatik, që po thu. Edhe çaja të ka bo për me dashta djal. Një popull, Kështu që po, dy dy popull, shtete. po dy popull, këtë popull shqiptar. Kështu që nuk do më thon veç që Ne se na po flasim gjithmonë për vete, ha? Po Ngone. flasim gjithmonë për vete. Unë për shembull e vlerësoj një person që ka humor të mirë, ka Okej. energji të mirë, Edhe Edhe- tjetër çka duhet me pas. është punëtor. Edhe me kam punëtor, do më Është thonë me punëtor. pas pak lek i bjen. Jo, është punëtor. Po kur të është punëtor ka lek. Ka njerëz që punojnë shumë, po nuk kanë shumë lek. Po çfarë Unë me çka i rëndësi ka? e vlerësoj punën. Mos më nejt, me rëndësi mos mi thon dikush ka thon puna marr. Go Plus është pija energjike numër 1 në vend që ju jep mundësinë për me fitu një anën prej 16 veturave Avatar, 8 në Kosovë, 8 në Shqipëri. Loja GoPlus.com është webfaqja ku ju mundeni me u bë pjesë e lojës shpërblyese me fitu një anën prej këtyre veturave të mrekullueshme. Pini Go Plusin nën kapak e keni kodin e dërgoni tek Loja Go Plus edhe bëheni fitues potencial. Alo, përshëndetje, telefonata. Alo Viber, përshëndetje. Përshëndetje mirë, Ramizi kësim. Ramiz, si kalon? Mirë ka dhe zoti, ju si jeni? Mirë, faleminderit edhe na mirë po kalojmë. Ramiz, Si jeni mirë, urnon. 3 gjërat që i vlerëson tek njerëzit, ti, cilat janë? Sinceriteti, bujaria edhe respekti. Më thonë ti do njerëz të respektueshëm, njerëz bujarë dhe njerëz që janë sinqert. E vërtet. Që do tria të bojnë, Që të trija bujë Për veti. njeriu. okej. Po më pëlqejnë triat, po më pëlqejnë. Faleminderit shumë Ramiz që na ke thirr. Me nder kofsh edhe kalon. E pash një pasditë të mrekullueshme Faleminderit. Ramiz. Me ju bashk. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Mos harroni me vizitu pristinaticket.net. Ky është websajti ku duhet me hyrë për krejt ju që po planifikoni udhëtimet për këtë pranverë ose për këtë verë, sepse ka shumë destinacione në për disa shtete që sjell Prishtina Ticket, që është tur operatori më i madh në aeroportin e Prishtinës. Tash po vjen edhe me linjën direkte Prishtinë-Paris-Prishtinë, që nga data 4 prill ka nisur kjo linjë me disa fluturime në javë, po për me pa detajisht se ku mundesh më shku në Gjermani, ku mundesh më shku në Zvicër, ku në Suedi, në Sloveni, Luksemburg dhe në Asjeltas me çmimet më ekonomike, hyni në pristinaticket.net. Kjo është logoja Për për me ju pa. që bani kërkimin në internet, po pristinaticket.net, kështu e kërkoni, edhe i keni aty të gjitha fluturimet, të gjitha destinacionet, të gjitha oraret me 20 kg bagazh falas, 6 kg çantore falas, check-in online falas, ulsen e keni falas, mundesh me caktu e shumë benefite tjera. A dhe Tash po tjetra? shkojmë me, po harrova që është radha jeme. Alo, përshëndetje. Sarva. Përshëndetje, Alo, përshëndetje, kush telefonon? Meha. Hajde me, tregom ç'e kemi lipjanin sot. Mirë, faleminderit, mirë. Vjen mirë. Tregom çka vlerëson ti tek njerëzit. 3 gjëra. Tre gjëra, one për një 13 ditë e kom dhirë një dokument, ku ka ta në nënshkruhe, ku ka habi. Atë nënshkrimi nuk kom po kur. Po? Një, e dyta, Ama çfarë dokumenti çfarë nënshkrimi?
Se s'po kuptoj. E ka marrë një dokument edhe personi që ja ka jep dokumentin e ka nënshkruar. Okej, do të thon komuna po ku do të qoftë. I ka pëlqyer shkrimi që ka po në shkrimi, po ata që kanë shkrimin që janë pedant, që i thonë shkrim. Pedant. Okej, të pëlqej shumë. Atë bën shkrim me shkon po kur. Një e dyta. Ka thotë që flet çet, nuk gutet, është i çet. Njerëzit që flasin qetë dhe nuk nguten, unë simin do më thëmë bim prej liste. Po, gjuje me njerë. Po, edhe dhe ko njëri sinqer që nuk ja po shpotit me thuaj gjane, më gjiptue, shko të shqip. Me fantazu ka pak, a? Me ndreq pak situatën. Faleminderit me të përshëndesim shumë. Dhe mirë, jo faleminderit. Hajde, mas e përmende në shkrimin përgjithësi, kështu edhe Lipjanin, më kujtu doktorit se ma tje. Pediatri që ka një prej shkrimeve më të bukura që ekziston. Doktor me shkrim Doktor Murati. Nëse është una nin rastësisht e përshëndes shumë, domethënë. Doktor me shkrim Doktor me shkrimin më të bukur dhe më të kuptueshëm, nuk e di a kanë në Kosovë. Edhe u kon viral një kohë për recetat e tij. Të merr atë recetën më ia dërgua aty në banatore, po ta bojnë a vetë ke shkrua? Kur s'ka pranuar më herët për shembull receta prej doktorit, gjithë e kanë pas atë shqipin. Po. Se me ku e more këta. Ja bëj me ChatGPT. Ju që jeni në komunikacion unë ju tregojmë për pjesë më të ngarkuara në këto momente se ku i kemi. Po mbetet e ngarkuar rruga Gim Ramadani nga udhkryqi i Menzës te komuna dhe Ana Sjelltas. Pastaj e ngarkuar është përmjëshos rrethi Duplex edhe nga rruga Tirana. Kolon ka në këto momente dalja autostradës në Vetërnik. Këto janë informatat që kanë arritur në 049978978. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Nesi, nga na telefonon? Ju telefonoj nga Gjakova. Nga Gjakova. Si e kemi Gjakovën sot mirë? Mirë shumë. Unë vjen shumë mirë. E pse po folsh dy herë mirë shumë, Nesi. Bosh. A vetë çështo e ki, okej, po m'pëlqen. Nesi, 3 gjërat që i vlerëson tek njerëzit ti, cilat janë? Besnikëria. Më thoni do njerëz që janë besnik, po. Tjetër? Dhe që janë të njerëzishëm, se kur njeri jo me kry shkollë 10 fakultete me i kry. Çka i bjen që kjo i njerëzishëm? Qysh po ma spjegoni? Njerëzor. O desaj. Njerëzor, po du me thonë. A keni këtë fjallën popullore që thojnë shkollë kryn po njerëz bon është. Okej. E treta? E treta do të më konën punëtor, e pritu, gjdo. Do më thonë, edhe me qenë punëtore, me qenë do më thonë njëri i punës. I punës, po jo dembel. Që do i vlerësoj? Faleminderit shumë që na ke thirrë dhe na e vlerësoj na telefonatën tonë shumë. Me ndershushit, kalom një mirë. Faleminderit shumë. Mirë. Për ndryshe për juve që doni me pas internet ku doni me SMS-a pa limit minuta aksisane, IPKO e ka sjell një pako, ka nevojë tash për pakos edhe kena me dalë më mushë Titanik. Kështu që këta gjithmonë godasin kohën kur duhet. Është pako mujore Infinite, për më shumë informata shkoni njërin prej dyqaneve IPKO, edhe thuni çka është pako Infinite, ose ne mundeni edhe përmes shop.ipko.com për juve që doni përmes vetfaqes pa pas nevojë me shku me vizitu dyqanin fare atje tek IPKO. Ja telefonata e radhës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Faik si gjithmonë, për Gjermani. Hajde Faik, përshëndetje, si je? Përshëndetje juve. Mirë si gjithmonë? Mirë si gjithmonë, po kam qenë shumë në zonës kom mujtë mu inkuadru, ma bën një halal në falë. Për të mirë po uroj. Po për të mirë. Okej, mirë. Ashtu jetohet mungesa. Për ndryshe ish dash me menado pak çarim. Për ndryshe veçe ndryll Për ndryshe o vaj. Asim. Hajde, a ke bona i punë të mira, çka ka ndodhur që po thu për mungesa e kum bën një renovim të vogël të shtëpia. Ma menja që ke ndresh diçka. Çandrove. Para pushime pa në Kosovë. Kur të thëje tani duket shtëpia e re, krejt. Po valla, nuarse. S'ka më mirë valla, nuk ka ndjen më të mirë. Po kemi bën i kum bën ndryshime të sesane të laminate që se. Okej, shumë mirë. Në veç egzofshit. Hajde tregom çka vlerëson tek njerëzit. 3 gjëra që i vlerëson tek njerëzit. Laminati i shtëpisë, llojsnë. Era pas lak.
Pas llak. Pa po vi ka era pas llak, ngoj forën. E kish qenë njëri domethën këtë farë detergjentin a din rrobave, e kish lënë aty, pas një pastrull fa pi vjen era pas llak. A detergjenti mas ka ujave aty qel. Hajde tregona pa ek çka vlerëson. Të njerëzit përgjithësi. Tek njerëzit, po. Të njerëzit. Të majmunis mujna me ty. Ja, po në shumë aspekte për çeta po pyeti. Vetëm tek njerëzit. Në kohë sinqeriteti edhe kam domthonë në sinqeriteti edhe dyta vetëm drejtësinë, më tregu drejt, si për mirë si për keq. Edhe e treta më konën një njeri domethënë i hapt, njeri i hapur, atë mos më ru valla. Mendje hapur me qena? Mendje hapur, domethënë jo me thonë që valla unë por unë për arsimit nesa mas shpinë më fol diçka tjetër në kamë shumë mërzi. Okej. Po. Pinjona muru, adin? Okej, nështë ta ma mirë shkon me thonë me qenë tash më hupi fjalla vrasë shkicimi. A besoj mirë, s'pa ek mirë. Qa shkon kujtohet të tregoj. Do me thonë me qenë vetvetja, që të deshta me dojnë. Me qenë vetvetja. Nëse unë bisedoj me arsimin për shamën për një gjonë, edhe kom qef me met veç për mes meja dhe arsimit. Besnik. Okej, ti po mendon mos me baj fjallë mas shpinës, mos me folë. Besnik me qenë. Qashtu. Njerë, dojnë temi stash. Update. Pa ik falimderit për shëndes shumë. Një ditë marë jeni shumë mrekullu shumë. Gjithashtu. Që shpejt, Jozi na ka dërgu një foto, na ka nënshkru një letër, që shau nënshkrimi, më shkaj. S'moj tash se, do më thonë, vinë telefonatat, e kish bo nënshkrimin, a të qyja apo moj, po, dhe na ka tregu, do më thonë, që shë ka nënshkrimin shumë të mirë, që po provoj edhe njerë me mujt me, që nënshkrimin edhe me zok për bëjka. More jos. Që aty paske të pru pak me qatë zok. Ja paske bo boost, botox, zokit o jos. Se abone edhe na i shport aty. Nejse për ndryshe ajo pjesa e brendshme në shkrimit ka shumë e bukur. Shumë e mirë. Në shkrimi jam domethënë është i tmerrshëm, s'kam në shkrim heq, unë veç i bëj dovija që aty sa. Kryesisht dielli në shkruan për Fionën, po. Po, nuk vrehet domethënë. Kur shkoj me marr Toyotën, e mund me veti djalin thajë në shkuj të djali jam. Për ndryshe për juve që dani mu bë me Toyota, me vetur 3, për juve që po mendoni me bleni vetur, shkoni vizitoni Auto Trade që është në Çaklavic, aty i keni Toyotën. Po hina para, çka më bëj. I marr do fakte për Toyotën, këtu pa ta çaf kështu me thonë. Na tregon në pjesën e parë apo dytën. Çka kimë tregu 10 vjet garancion e Fion. Çka kimë tregu 10 vjet garancion. Ai nëse ti jap 10 vjet garancion llogarit e sa bën ajo. Po dëgjoja faktin, se është fakt, nuk është. Jo, ta haje. Ka 10 vjet garancion për Toyota, është një prej veturave që i ki në përkret